E keni vënë re që ndonjëherë frenat nuk ju kapin mirë ose janë shumë buta? Një ndër arsyet mund të jetë që s'keni ndruar alkolin e frenave. Dhe në videon e sotme do mësojmë se si ndrohet alkoli i frenave. Për ndruar alkolin e frenave duhet e para punës normalisht alkol frenash, preferohet .4, sidomos për motora sportiv, normalisht nga Motuli. Duhet një kaçavit shumicën e rasteve plus, duhet shumicën e rasteve një Chels 10, që mira është jetë me këtë rrotullën. Duhet një shëring, ndoshta më e madhe se kjo imja, po unë këtë kisha. Duhet një tup, ndoshta rregulluar me një shkarkus. Duhet ca lecka për të thith pjesën e alkolit. Dhe kaq. Vazhdojmë dhe shohim si ndrohet. Fillimisht gjëja e parë që do bëjmë këtu është hapim rezervuarin e alkolit. Këtu na hyn punë dhe këto çerhapet që vendosim ne. Do të marrim një palë doreza sepse alkooli është shumë i fortë. Unë preferoj që këta elementet e motorit i mbrojmë me copa, sepse në shumicën e rasteve ka rrjedhje dhe nga që alkooli është shumë i fortë, i gryen, sidomos elementet e plastikës. Tani, për sigurinë time, unë kam qejf që këtë ta bëj gjithmonë me izolant, që sado mund ketë rrjedhje, të jetë rrethuar mirë. Okay. Në ra kjo tapa e parë, po të heqim dhe gominën. Kjo është alkooli i vjetër, të i lejmë në një copë pastër. Dhe tani, me ndihmën e një shiringe, do heqim alkoolin e vjetër, po ta shikoni është ullum. Shishes së Motulit do i çajmë 2 vrima, një sipër dhe një poshtë. Njëra do jetë për derdhur, tjetra do jetë pa ajrim, që mos ketë derdhje. Tani ideja është rezervuarin pas e kemi shkarkuar, do e mbushim normalisht me alkoolin e ri, dhe pastaj do bëjmë ajrimin e frenave. E mbushim rezervuarin gati plot. Okej. Tani do i bëjmë ajrimin e frenave. Atëherë, për të bërë ajrimin e frenave kemi 3 pika të zigzagshme ku do e bëjmë, ose 2 pika në shumicën e motorave. Është kjo pika këtu, që është më e largëta nga pompa, gjithmonë fillohet nga pika më e largët, që është kjo nga krahu i majt. Pastaj kemi pikën e dytë, që është kjo nga krahu i djathtë. Dhe zigzagshta ka dhe pikën e tretë, që është e pompa frenit, që është kjo këtu. Okej, do e fillojmë fillimisht nga më e largëta. Ajo që do bëjmë këtu është do hapim këtë tapën, do vendosim Chelsin dhe do vendosim tubin. Tani, se si bëhet bleeding i frenave, ideja është unë tani do mbaj karikuar levën e frenit, do e shtyp rreth 5 herë dhe do e mbaj karikuar. Në momentin që do e mbaj karikuar, do hap këtë. Pra, momentalisht do jem duke shtypur frenin 5 herë, nuk e di dëgjohet te mikrofoni. Tani e mbaj karikuar frenin dhe do hap këtë pak fare. Okej, po dhe shikoni po del alkooli. Tani e karikoj prap 5 herë edhe hap prap. Nuk e di a duken bulzat në video. E karikoj dhe mbaj shtyp dhe hap pak. Kjo do bëhet derisa bulzat e ajrit dalin gjitha jashtë. Por duhet të mbajmë sy të rezervuari që mos shkarkohet komplet, se do kemi punë pastaj. Ta bëjmë sërish nga fillimi, do ta duhet më shumë alkool. Ka disa bulza ajri që dalin, derisa mbarojnë bulzat e ajrit, do bëjmë këtë procesin.
Okej, momentalisht ZX6 nuk mund zjerë më bulza, kështu që do e mbyllim këtë, do heqim tubin me kujdes. Do mundohemi të bëjmë një copë që mos ketë rrjedhje poshtë. Heqim çelësin dhe mbyllim tapën. Tash do vazhdojmë me krahun tjetër. Edhe nga krahu tjetër njëjta gjë. Do vendosim çelësin. Do vendosim tubin. Dhe tani do fillojmë të njëjtin proces. Do karikojmë frenin. Do hapim pak. Do karikojmë frenin. Do hapim pak. Do karikojmë frenin 5 deri në 7 herë dhe do hapim sërish. Okej, dhe kjo mbaroi. E da gjë dhe këtu. E heqim tubin me kujdes. Dhe tani bëjmë pompën e frenit. E njëjta logjikë dhe këtu sipër, do vendosim çelësin, do vendosim tubin, do e karikojmë frenin, do e mbajmë shtyp do e lirojmë. Shikoni sa bulza dolën, do e karikojmë, do e mbajmë shtyp do e lirojmë. Okej, dhe kjo është në rregull, frenat tani duken më të qëndrueshme. Tani do e mbushim rezervuarin deri në nivelin përkatës. Këto kanë shënjues. Rezervuari mbushet deri në nivelin përkatës mes low dhe high që motori ka. Okej. Dhe mbyllim rezervuarin dhe kaq ka ndrimi i alkoolit frenave para. Në video tjera do shohim dhe për mbrapa. Është pothuajse njëjta logjikë. Po da shikoni nivelin është në mes të low dhe upper. Tani për ta mbyllur është njëjta logjikë, vendosim gominat dhe i vendosim dhe kapsën. Këtu. Dhe tapën normalisht. Harrum tapën. Okej, kaq ishte.